mjakët, ishte në gëzim, erdhën 2 fëmijë në jetë, por me rritjen e tyre konstatuam që diçka nuk shkonte mirë, po flisnin dhe gjendja e tyre duke u rritur akoma edhe domethënë në të shprehurit, në të kuptuarit ishte më mbrapa. Bërëm shumë vizita të ndryshme dhe na konstatuan që fëmijët kishin autizëm. Pra, vuani nga çrregullimet e aspektit të autizmit të dy. E mban mend atë moment Valentina, pra në momentin që mjeku ju komunikoi? Po, si ishte për ishte shumë e rëndë. Isha bashkë me bashortin. Fëmijët besoj u rritën pak nga pak, morën një moshë dhe pastaj siç edhe ju më treguat, jeta juaj mori edhe në rrjet tjetër edhe për shkak të bashkëshortit. Nuk na tregosh pak më shumë Valentina? Po, fëmijët ishin në moshën 6 vjeç. Dhe bashorti ndroi jetë papritur. Ti mbete vetëm në ajo ishte diçka e jashtëzakonshme, diçka që për mua ma shënjestroi jetën dhe ngella, domethënë, me vetëm me 3 fëmijë.